Shumë i Vllaznis, Gokaj, gjithje Gokaj majtë e ti shtull. Një gjujtje perfekte, Semir Gokajt. Një gjujtje mjeshtrore e ti, se vetëm shtylla e djath pingule e portierit vlonjat Alban Shiba e ka pinguar të shkoj topin rrjet. Luhet minuta 4, 0-0, Gjoklaj! Super gol i Besford Gjoklajt. Vllaznia 1 dhe Flamurtari 0. Pikërisht në minutën e 4 të ndeshjes. Besford Gjoklaj. Te kundërshtari, pastaj ka prekur për herë të fundit topi për Vllaznin, është Gjoklaj. Gjepagjia 2-0 për Vllaznin. Minuta e dytë për pjesën e dytë të ndeshjes. Vllaznia 2 fishon avantazhin. Vllaznia 2, Flamurtari 0. Leci për Flamurtarin dhe shpërtëron të mundësi Flamurtari tope për Vllaznin. Dhe ka shënuar Ari Djepagjia. Ndodhi pikisht ajo që ne paremruam pak me herët, porta ishte boshatisur për shumë minuta. Flamurtari aktivizoi të gjithë formacionin fush, formacionin sulmues, largoi portierin dhe e pesoi me golin e tretë, i dyti për Djepagjin. Vllaznia 3, Flamurtari 0. Tafili është kthyer në lojë pasi tentimin dhe përsëri tash me Ari Djepagjia, porta është e boshatisur. Gjithë Djepagjia dhe duhet jetë penalti. Penalti dhe kartoni kuq. Në momentin final kur Ari Djepagjia po shkonte drejt goditjes së topit në rrjet, është penguar me faull nga futbollistët vlonjat. Gjyqtari Alban Ostoloj ka vërshëdhyer duke ndëshkuar me karton të kuq futbollistin e Flamurtarit dhe duke akorduar penalti. Edhe 4 minuta dhe 20 sekonda nga fundi, kapiteni Alcid Tafili ka mundësin të 4 fishoj avantazhin. Vllaznia kryeson me rezultatin 3-0. Edhe 4 minuta 20 sekonda nga fundi, kapiteni Alcid Tafili momentin e gjujtjes dhe pret portieri kapaj gjujtjen e parë, por Alcid Tafili nuk largohet, tregohet i vëmendshëm, ndjek aksionin dhe shënon në provën e dytë. Shkon në 4-0 avantazhi i Vllaznis. Tjetër mundësi Ari Djepagjia 5-0 për Vllaznin. Ari Djepagjia, triplet e tij në të ndeshje. Goli 5 për Vllaznin dhe i treti personal. Dy të tjerët janë shënuar nga Besford Gjoklaj dhe Alcid Tafili. Dytë kuqe në këtë ndeshje. Pjesën e dytë për ndaj Flamurtarit. Tafili, Gjoklaj, Çokaj Tafili dhe vjen goli i 6 me Semir Gokaj. Semir Gokaj shënon golin e 6 për ekipin e Vllaznis.